Shkollat në zonat rurale thuajse po shkojnë drejt rënimit total, kjo dhe për faktin se numri i pak të nxënësve i ka lënë ato jashtë vëmendjes investimeve. Ndodhem në shkollën 8 vjeçare në Mekat, Dimitraj Sarangjiu, ku ka një numër të konsiderueshëm nxënësish, qoftë fëmijë të kopshteve apo edhe të ciklit të ulët deri në klasën e 5. Kushtet në të cilën zhvillohet mësimi në këtë shkollë lën për të dëshiruar. Dritare, të cilat janë të mbyllura me plasmas, ndërkohë që edhe lagështira duket fare qartë në muret e kësaj shkolle. Jashtë çdo standardi dhe me kushte mjaft të vështira për të zhvilluar procesin mësimor, është kjo panorama e shkollës 9 vjeçare në fshatin Mekat të Vlorës, aty ku zhvillohet procesi mësimor për fëmijët e këtij fshati, por edhe të zonave përreth. Nëse mund të quhet proces mësimor pasi kushtet e godinës në atë që mund të quhet shkollë janë me të vërtetë të vështira, pa dyere dritare pa xhama, me kabuj elektrik që i dallojnë lehtësisht në godinë, lagështirë që mbizotron kudo, shfaqin qartë kushtet e vështira me të cilën duhet të përballen çdo ditë nxënësit e kësaj shkolle. Situata vështirësohet edhe më shumë në ditët me rreshje, ndërsa prej vitesh mungon investimi në këtë godinë, të paktën për ta bërë funksionale dhe sa më pak problematike, ndërkohë që jashtë kamerave, fëmijët pranojnë se në shumë raste janë të detyruar të mungojnë për shkak të vështirësisë që asin. Shkolla 9 vjeçare në fshatin Mekat është fakti që tregon se në zonat rurale ka më pak kujdes vëmendje, ndërsa ajo çfarë kërkohet nga nxënësit, mësuesit dhe prindrit e zonës është ndryrje menjëhershme me investime ose zhvendosja drejt një tjetër godine në kushte sa më të përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor.